Ju përshëndes gjithëve, ndodhem në Durrës, aty ku janë bërë shtëpitë e tërmetit. Siç e shikoni, e gjithë kjo zonë faktikisht është bosh. Është si një qytet varrez. Tërmeti ka rënë me datë 26 nëntor 2019. Procesi i ndërtimit ka ecur me hapat e breshkës sepse kanë kaluar 6 vite. Lajmi i mirë është fakt që këto shtëpia nga të gjitha anët po të shikoni kanë paruar. Por lajmi i keq është që asnjë nuk i është përndar banorëve. Pyetja ekzistenciale që bëhet sot, pse nuk ju dorëzohen çelësat e apartamenteve banorëve? Çfarë ka ndodhur me historinë e tërmetit? A ka këtu një hetim nga spaku? A janë ndërtuar shtëpi më pak se sa e meritojnë banorët? A janë shpërndar shtëpi tek njerëz që nuk e kanë merituar, që konsiderohen njerëz të afërt të qeverisë apo të Partisë Socialiste? Këto janë pikpyetje shumë të mëdha. E gjithë kjo zonë këtu duket si një varrez dhe pyetja që kanë banorët është kur do t'i marrim çelësat e shtëpisë. Jemi vetëm pak ditë para zgjedhjeve dhe këtu nuk ka as fëmijë as pleq, ndërkohë që këtu jeta duhet vazhdon dhe banorët sot e kësaj dite paguajnë qiran me paratë e veta, nuk e marrin atë që quhet bonusi i qiras. Ky është një skandal i jashtëzakonshëm, prandaj unë i bëj thirrje edhe ndërkombëtarëve që t'i bëjnë thirrje qeverisë shqiptare për transparencë dhe ta detyrojnë atë që t'i japin çelësat banorëve të cilët por dërgjen rrugëve të qarkut Durrës. Ky është një skandal i përmasave të mëdha që me qeverinë e re do të marrë fund një herë për gjithmonë brenda 6 muajve të parë.